Shoku thot me të vërtet thot ti e gjeni. Por ai tjetri thot qëre mos më thuj mu gjeni se unë jam musliman. Ky është reagimi, ndonjëherë nuk kuptohet metafora, e thosh më ka ofenduar, më ke thonë nomad. Okej. Po është metaforë. Në kuadër të kësaj gjuhë të ashpër, jo nomadit, po kësaj pjesës tjetër të akuzave që natyrisht nuk po rreshtin edhe po ndodhin në vazhdimsi. Ka patur një takim miqësor është quajtur sot. Se kush po organizon takime më interesante është zoti Limaj. Se di si po i organizon takime. Po Limaj është mik me krejt, edhe ne jemi mik me Limaj. Padyshim. Takimet takimet miqësore pas ka organizuar me Lumira Abdixhiku për qëndruar më tutje në kuadër të lajmeve, apo ose për diçka tjetër. Jo, shumë keqe pi takime sa më shumë takime. 400 dhe 300 së bashku, çfarë ka deklaruar Fatmir Limaj edhe çfarë Lumira Abdixhiku. Kemi biseduar gjitha temat, ka qenë kemi pas një bisedë shtërruese edhe mund me thotë që ka qenë një takim jashtëzakonisht i mirë. Çfarë e kupton me shtërruese zoti Limaj? Gjitha temat do të që preokupojnë Kosovën, ato që kemi përgjithësi, kemi biseduar për zhvillimet në Kosovë, prej vazhdimet të politike, ekonomike, rajonale, angazhimet tona, si me thanë, obligimet që duhet me kry, që ka qenë një bisedë jashtëzakonisht e mirë, do të vazhdojmë takomi, edhe ne nuk mund t'i zgjidhim vetë probleme. E keni mbajtur takim dje? Takim shumë i sorë me zotin Limaj, Ishte shkurt aty Lumira Abdixhiku, ama takimet më interesante po i bën Limaj, Odoj? Po i bën Limaj, se Limaj është tash... Tani Limaj e ka për ta kyçur LDK-n me një koalicion të madh me vetëvendosjen apo çka ka? Limaj është një shprehje nëse sa dekat, është një xhakeri tash në politikë, në parlament paktën, edhe normal, ka eksperiencë, ka përvojë. Gjaki i ri për tri. Ai veteran i politikës. Edhe i ka shtu ato, e ka bërë një bustiradë edhe është, i ka, do me thonë, ka përvojë politike, ka eksperiencë. Pikë këtyre takimeve s'ka gjë të keqe, përkundrazi. Sa më shumë takime që të ketë po jashtëzakonisht. Është ndërmjet skrytit i kurtit ma mirë takime pa rezultate se pa takime. Domethënë takime të një pas një, shme kisha dashur mi pa me gjitha subjekte politike, mundet me qenë edhe ajo që po thotë, sepse mund të jetë edhe ajo? Edhe ajo që po thotë, pse Ky tjetë ta luajë rolin e ndërmjetësit? Jo, kish konvenu me kry komplet, domethënë, me kry ciklin e zgjedhjeve të presidentit, qeverisë. Po. Ma toshi si duket të takimet e zotit Limaj. Dëgjova komandant Qelikun, mikun tonë Fatmir Limën si politikan, të thonë një bisedë shtërruese, kjo do më thonë që na këtu djem e grazë, një s'kem çka flasu mua, pas kanë shtërru këta aty diskutimin. Po problemi është që po pajtona me taulantit që kësi takime, kësi muhabete miqësore, du të me qenë krejt me krejt. Se funin në Kosovë kanë bon krejt me krejt. Edhe ato që ju n'akuzu që i përmeni ma herët mas lufte zoti Gashi, kanë bashkëpunu bashkë, dhe që aty ka fillu praktikisht parti politike kosovare me kuptu që ka në shteti. Ti për shtet nuk i qare pa diskutu me taulantin dhe ku nuk pajtohesh. E posh një video që arkulloj kësot doktor Govës që thot tash jemi në liri në pluralizëm, jemi kundërshtar politik, por jo anëmit, sepse thot edhe gurin e nxehtë e kemi hangër me rujt qitë popull, me rujt me mbrojt qitë popull. E na çka po mbrojnë qëta, edhe zoti Lima, edhe zoti Abdixhiku, edhe zoti Kurti edhe zoti Haradinaj. Qita njerëz nuk janë shërbim të Republikës në qëto qaste. Unë po thom është një pakt i heshtun me djallin. Këta janë të i të shmong marrëveshjeve cila duhet me zbatu Republika e Kosovës, qëto duhet me thonë hapun çdo shqiptar edhe çdo shqiptar i Kosovës, por edhe çdo shqiptar i Republikës tonë. Pa morë parasysh etninë e tij. Duhet me ditë që këta po e shantazhojnë shtetin mos me zbatu marrëveshjet cilat her njoni her tjetri i kanë nënshkruar vetë. E shteti i cili nuk i zbaton marrëveshjet e veta është shteti i dështuar, koleg dashur. Që kjo është. Takimet, Gash, Limaj, Limazh.
Tash, Limaj. mu po më pëlqen kjo shterimi